për neve gjitha datat janë pranueshme. Pyetjen ne sot ishim në takimin që sipas autorizimeve të kësaj kushtetuese ka ftuar presidenti i vendit për të konsultuar me partitë politike për shpalljen e datës zgjedhjeve lokale. Sa i përket qëndrimit tonë si Partia Demokratike e Kosovës, unë i njoftova presidentin dhe të pranishmit në këtë takim që për neve gjitha datat janë pranueshme, por preferenca ynë do të ishte sa më herët ose dy datat që i kam propozuar si preferencë, pa i përjashtuar tjerat janë data 19 tetor apo 12 tetor. Besoj që presidenti ka marrë parasysh, nuk ka shumë dallime të pjesa datave, as nga partitë e mëdha parlamentare, as nga ato minoritare, dhe pres që në ditën vijim të dekretohet edhe kjo datë, e cila do të na mundsonte pastaj edhe afatet e tjera për shpalljen e kandidaturave të kandidatëve për kryetar në gjitha degët ku garojnë.